Tregtarët e tregut industrial protestuan para Pallatit të Kulturës, aty ku u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për të kërkuar një zgjidhje të qartë e përfundimtare për vendosjen e tyre pas nisjes së punimeve për ndërtimin e tregut të ri. Gjatë protestës paqësore, tregtarët shprehen shqetësimin se mungesa e një tregu të mirëfillt rrezikon drejt për drejt aktivitetin e tyre dhe i dëmton ekonomikisht. Këshilli Bashkiak do vendosin. Konkretisht na thanë anëtarët e Këshillit Bashkiak na thanë që nuk është në rend të ditës. Fare. Prandaj ne kërkojmë që atje asnjë mos të lëvizin ato vendet pa u ndërtuar një treg i mirëfillt, i mbuluar në të gjitha kushtet, me ujin aty brenda, me banjat, të jetë i mbuluar, jo ik në trotuar. Nuk është imazhi i Vlorës, ky Vlora turistike. Është e patolerueshme. E pafalshme. Nuk e di më këshillohet kjo kryetare bashkisë. A ka këshilltarë aty që e këshillojnë për këto probleme sociale? Kanë biseduar me neve tregtarët aty që si u bëhet ju, po jo direkt vendosja i lartë dhe ne nuk e lëvizim. Është urdhri na lart. Na lart kush është ky pushtuesi? Edhe Ballshi dhe Cërriku dhe Prejsi kanë treg. Vetëm Vlora me 200.000 banor nuk ka treg. Le ta bëj pallatin ai. Po katin e parë, katin e dytë ta bëj treg. Ndërkohë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak u miratua vendimi për sistemimin e tregtarëve sipas sektorëve. Sipas këtij vendimi, tregtarët e sektorit industrial do të vendosin në tregun e shumicës në Jalli të Nartës, ndërsa sektori frutaperimeve do të zhvendoset në tregun e Çoles. Tregtarët kanë kundërshtuar vendimin pasi thonë se tregjet i nxjerrin ata jashtë qytetit të Vlorës, ndërsa shprehen se do të vijojnë me protesta deri në plotësimin e kushteve.